Kosova ju don më shumë se sa që ju besoni dhe fjalët. Lëvizja vetëvendosje ka përfituar gjithsej 26.801 euro përmes donacioneve dhe kontributeve financiare gjatë periudhës së fushatës zgjedhore. Sipas raportit të Komisionit Evropian të Zgjedhjeve, raporti përfshin periudhën nga 16 gushti 2024 deri në 9 shkurt 2025 dhe tregon burimet dhe shumat e sakta të dhuruara për subjektin politik që aktualisht udhëheq qeverinë e Kosovë. Sipas të dhënave të publikuara, donacioni më i madh individual është bërë nga kompania Elektrostabla, e cila ka dhuruar 5.000 euro. Kjo kompani është në pronësi të Marian Ramajt dhe vepron në komunën e Vitis. Sipas regjistrit të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës, Elektrostabla ka një kapital prej 875.000 eurosh, duke bërë atë një ndër bizneset më të fuqishëm financiar ndër donatorët e kësaj partie. Një tjetër kompani që ka kontribuar ndjeshëm është Extra Fruit, e cila ka dhënë 2.500 euro. Po ashtu nga 2.000 euro janë dhuruar nga individ dhe bizneset të tjera si Ibrahim Mitat Morina, Samir Rexha, Recep Hysen Zeka dhe Best Beton. Këto shuma janë të rëndësishme për një parti politike që synon të mbajë ritmin e angazhimit publik dhe të ruajë një fushat transparente në raport në opinionin publik dhe institucionet përkatëse. Përveç këtyre kompanive, Royal Beverage ka dhuruar gjithashtu një shumë të konsiderueshme prej 3.000 eurosh, ndërkaq nga 1.000 euro kanë kontribuar Ali Morina, Harrison Pirku dhe Laureta Tafaj, duke treguar edhe mbështetjen individuale që nuk përfaqësojnë biznese të mëdha, por që dëshirojnë të ndihmojnë financiarisht subjektin politik që e mbështesin. Të gjitha këto të dhëna janë bërë publike në përputhje me kërkesat ligjore për transparencë financiare të partive politike gjatë fushatave zgjedhore në Kosovë. KQZ-ja ka njoftuar se raportet janë dorëzuar në kohë dhe janë të hapura për shërkim publik. Transparenca financiare konsiderohet një element kyç për mbajtjen e zgjedhjeve të ndershme dhe demokratike, ndërkohë kjo shumë prej afër 27.000 eurosh është ndjeshëm e ulët në krahasim me shumat që kanë mbledhur partitë e tjera në të kaluarën, duke ngritur edhe pyetje rreth strategjisë së vetëvendosjes për të mbështetur fushatën e saj me më pak varësi nga donatorët e mëdhenj. Nga ana tjetër, përkatësit e partisë e shohin këtë si dëshmi të një fushate më modeste dhe të përshëndruar të mobilizimin qytetar përkundër mbështetjes së madhe nga sektorët privat. Ky raport shënon një tjetër hap në monitorimin e qartë të strukturuar të mënyrës se si financohen partitë politike në Kosovë, një praktikë që përcakton standardet demokratike dhe besimin e qytetarëve në integritetin e procesit zgjedhor. Vetëvendosja si një nga subjektet më të mëdha politike në vend, pritet të vazhdojë të raportojë rregullisht për të ardhurat dhe shpenzimet e saj në përputhje me ligjet në fuqi në Kosovë. Për pavarësi e për bashkim.